Ka Italinë ka marrë masa, Franca, Spanja, Anglia, Australia ka marrë masa. Dërsa, po pra, rajoni po. Ndërkohë ti ke Shqipërinë e cila thjesht monitorojmë, thotë, vëzhgojmë. Shko do të kuptoj diçka te ky bordi transparencë. Ky është bordi transparencë si vide dhe si abuzohet. Kto bën transparent ky bord. Ky tregon qartë shqiptarëve që neve vjedhim me ligj, me VKM. Kam bërë përpara, ligjet posaçme vjedhje nga më ndryshme. Ky është vjedhje dhe abuzimi i radhës. Duhet të kuptojnë diçka shqiptarët. Në atë çmimin e karburantit, patë 60% janë taksa. To taksa nga kush vendosen? Nga konsumatori jo. Nga sipërmarrja, vendosen nga ky shteti, nga autoriteti i tretë, që është mbi të gjithë. Dhe ky shteti është i thotë, hajde ulemi në tavolinë. Donse unë vendos 60% të çmimit e vendos unë se janë taksat e mia që marr në agrën e shtetit. Çfarë ti ul juve, ku ti janë gjetës juve dy operatorëve të tjerë që janë ju që importoni dhe ju që shisti në pikat e pakicës, dhe ju konsumator çfarë ti ngjet juve kostot. Deri më sot shteti shqiptar nuk ka humbur as 10% darkë nga kriza, zero. Kush mund të ketë problem? Kur të bëj bilancin maj të ardhurave, do jetë me rritje, sepse rritet të vëshëja automatikisht në çmimin total. Do thotë kryeministri, si ka mundësi që ju na akuzoni për korrupsion? Madje do shitet, dhe madje rritja e çmimeve, që po ndodh, që është në kurriz të konsumatorit dhe të sipërmarrjes. Rritja e çmimeve që po ndodh, në rritje dhe ekonominë përgjithshme GDP nominale, po prandaj ka të drejtë kryeministri kur thotë si ka mundësi që kur rritet korrupsioni ne na riskan të ardhurat. Ja, kjo është. Në çdo vend të Europës dhe të botës dhe të rajonit po, çfarë do të ishte ulur automatikisht pa dëmtuar edhe bilancin e shtetit. Por çfarë është e thjeshta di publiku. Atëherë, çta kuptojmë qartë që të gjitha aktorët duhet preken. Patjetër. Shteti shqiptar, qeveria duhet të kuptojë që dhe duhet të sakrifikojë. Po. Çfarë mund të sakrifikojë nga mirëqenia vetë e ministrave apo qeveritarëve? Nga arka e përbashkët që menaxhon shtetin emrin ton. Se te buxheti i shtetit parat e shqiptarëve janë. Ne I fusim atje me taksat aty, tarifën. Ata janë thjesht administratorë. Janë administratorë. Janë administratorë të këqij. Se ti marrin parat. Edhe tashmë që shpallë edhe krizë, se ka shpallë krizë, jo më kodë kanë ngritur bordin e transparencës, po nuk sillen si format krize. As në gjë, as paketa mbështetëse për shtresa vulnerabël, as paketa mbështetëse për bizneset që janë në si mund të ulë çmimin? Ma thoj konkretisht. Atëherë, marrin komponentë të çmimit. Po, ja, se kaloj ke marrë direkt. Marrin komponentë të çmimit. Qeveria ka ndorë taksimin. Po. Sot qeveria merr 120 lek taks mbi çmimin e karburantit. Bukur. Ke 27 lek vetëm me 40 lek I merr, 400 lek të vjetra I merr aksiz. Po. Merr 27 lek taks qarkullimi. Po. Merr 3 lek taks karboni. Po. Përveç tyre, taks mbi taks. Fut edhe 20% të VSH-s, që është 20% që I 220-s, a kupton? Dhe kjo shkon afërsisht 120. Po këto janë taksat që ne I dim. Se ka dhe tufë taksime të tarifa të tjera, kryesisht edhe vendore, që janë padukshme. Që I paguajnë sidomos pikat e karburantit, që janë të pallogaritshme. Jo 20 milion lek të vjetra për çerifikimin vjetor të pije karburanti, jo taksa pastrimi, gjelbrit e shumë. Shkon mbi 60%. Çfarë nuk po ul qytetarit? Çfarë nuk po ul qeveria? Çfarë propozojmë neve qeverisë? Atë që ka ngritur vet. Neve qeverisë, pikërisht jo, I themi. Se ka qenë 5 lek. Po të ishim ne në qeverisje, do bënim këtë që propozojmë qeverisë sot. Jo ti ulim taksat në mënyrë marrëdhëse, taksa do ketë. Por të ulim ngritjen që është bërë këto vite. Dhe dy elemente arritur këto vite. Është rritur taksa e qarkullimit me 240 lekë të vjetra. Është rritur dhe aksiza me 40 lekë të vjetra. Shumë mirë. 280 lekëshin I kërkojmë qeverisë shqiptare ta uli automatikisht. Dhe kjo për dal jek siç ishte. Por më tepër, a do sakrifikosh diçka ti mosh zotëri? Nga ato 800 milion euro shpenzime tuaja operative, që cilat ti ke kryesisht shpenzime luksi për hotele, për udhëtime, për ato salla, për ato aktivitete luksore. Po nuk preken fare. Jemi në krizë, po buxheti nuk rishikohet. Nuk preken. A ka mundësi të rishikosh ato pagesat e kontratave koncesionare që ka larguar mbrapa, ku 13 milion euro ti paguan vitin aktual vetëm për incinerator që nuk ekziston? A ka mundësi? Nuk preken ato. A ka mundësi të bëjmë transparente një herë paktën tashmë që kanë dalë dosja Balluku, kur sheshit është pas si bëhet abuzimi, të bëjmë një sistem prokurimi publik transparent, kur sipas raportit Bankës Botërore para 2 viteve, po të ketë garë në prokurim publike, kurse të pagën 350-400 milion euro tjera. Pra ky shteti shqiptar atë buxheti për 9.1 miliardë eurosh. A ka mundësi të gjejë 5% të kësaj vlere? 450-500 milion euro. Dhe të dedikojmë ekonomisë shqiptare, shtresave vulnerabël, bizneset që janë nevojë, bizneset prodhuese, fermerët shqiptar, të dedikojmë për të minimizuar efektet e krizës.
Pasi neve krizisht më përpara Sonila. Qëra fjala se më vjen një lajm i orës fundit se ne prisnim që të ishte hapur ngushtica e Hormuzit, po mediat iraniane raportojnë se anije cistern naftës ka ndaluar kalimin në ngushticën e Hormuzit, ndërsa Izraeli godet Libanin me sulmet më të mëdha. Lejimi i kalimit tankereve në ngushticë është një çelës për armëpushimin midis Iranit dhe SBA-s, por Agjencia e Lajmeve Farse e Iranit, pra e lidhur me Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike, ka raportuar se ndërsa 2 anije cistern nafte arritën